Përshëndetje yje, përshëndetje si ju kanë netarua. Ju uroj një javë të mbarë me këtë zgjedhje të reja që kemi bërë, por dhe ju që jeni në Europë apo në botë apo në Amerikë kudo që të jeni, ju uroj netarua një përqafim të ngrohtë dhe emocional, por gjithashtu ju uroj dhe me këtë anë të plotë që kemi pasur në Akrep, shikoj që ka shumë emocione, por shikoj që jemi në ajër duke u zbritur me parashytë, do të thosha, dhe kjo parashyt është një përzierje, një gazëllim, një kujtim, një lëng esencial, do të thosha që mund të jetë një episodi, një seriali televiziv apo që fillon diçka në ditën e sotme. Shikoj që disa nga ju kanë marrë një dozë të tensionit, është pak e tepërt, por jeni duke zgjuar ato kampanat tuaja që marrin shumë emocione dhe sikur po përfundojnë disa gjëra lehtësisht. U kam thënë dhe më përpara deri në datën 25 do të përfundojnë disa gjëra, por ti aktualisht je duke bërë gjëra të ndryshme dhe je duke ose më saktë duke thënë pse e bëra këtë gjë, pse nuk pyeta, pse nuk mora një mendim, pse nuk kontaktova me një person, pse ai person nuk po më lën një takim, pse ai person nuk më konsideron fare ose nuk i interesoj fare unë si person në jetën e tij. Zemrat e mia, ti duhet të konsiderosh veten tënde, duhet të jesh gjithmonë aty, por jo të jesh gjithmonë e keqe për një person tjetër dhe të bëhesh një person spolier i pa dëshiruar për të. Gjithsesi, unë shikoj që duhet ulesh aty, të shikosh serialin tënd të preferuar, të largosh tensionet e brendshme dhe të shfaqësh që fjalët janë të mjaftueshme sepse je duke filluar një luftë dhe shikoj që ke kaluar ato orarin tënd. Nëse dikush guxon të të tregojë çfarë duhet të bësh, i thuaj që po përgatiten për revolucion të brendshëm dhe po bëj një vështrim më saktë ironik për të kuptuar ai person që duhet i ikë nga ty, se për fat të mirë apo të keq për të, ka kaluar një farë kohe dhe kjo kohë të bën të fitosh qetësi, të bën të fitosh paqe, të vendosësh gjithçka në rregull dhe shikoj që o të ka ardhur ditën e sotme më saktë, natën e sotme të ka ardhur një ëndër që ku mund të japësh një këshill për një person tjetër ose mund të tregosh në ajo ëndër mund të marrësh një këshill për veten tënde. Do të thosha që ke nevojë për stabilitet, duke larguar kaosin, duke kaluar atë ose duhet ta lësh mendjen të udhëtojë në fantazitë tua, çdo gjë që duhet të bësh tani tutje duhet ta mbash me shënim, por duhet i lësh tendencat të ikin nga jeta jote. Diçka e vlefshme është të fshehur mbas ditën e sotme, shikoj që në këtë mbasditë do keni disa gjëra të bukura, do lëvizesh me humor, do vi ajo ndjesia më saktë ose më saktë të vishesh bukur, të dalësh, të përshpritesh me fjalët e tua të vjetra. Unë e di që do funksionoj për shumicën nga ju dhe është një ide shumë e mirë, nuk është ide të keqe që të ecësh. Po përsëri, unë do të thosha që kemi dhe hënën që na troket më saktë në dritare. Kjo hënë e plot më saktë na jep një mister. Shikoj që shumica nga ju jeni duke lexuar në përfaqet e internetit dhe kudo që mund të gjeni përpara, jeni duke gjetur shenja në qiell apo duke marrë ato gjërat e vogla. Gjithsesi, unë do të thosha ju femrave më shumë, pastroni shtëpinë, merrni një çik ujë me krip, uthull, pastro çdo mobilje, bëj një pastrim të energjive, thith atë ajrin e pastër në shtëpi, paraqitu me një vështrim të qartë dhe mbaj mend lirinë e shpirtit, shpirtëroren, është gjithmonë duke u zhdukur nga jeta juaj dhe je duke u futur në atë burgun e brendshëm, ndonjëherë është ose më saktë je duke qëndruar, të pëlqen ai qëndrimi aty, por në të vërtetë duhet të thuash ja ku jam. Duhet të bësh ndryshime në jetën tënde duke prekur personalisht skenaret e tua në ato skenare që janë në blogun tuaj. Hidhi një sy, do të thosha, dhe prit gjëra. Parashikimet më tej do të flasim në darkë me videon që na pret në YouTube, por edhe për problemet që ju keni gjatë këtij udhëtimi. Nëse ty të pëlqen, bëj një like aty
në komentet e tua dhe kushtoj vëmendje humorit, sepse jemi të gjithë në ajër ditën e sotme. Ju përshëndet në Tarua Hyje.